90 lek. Ka marrë borsh te Barzhanaku, 5 milion lek, 90 lek të lajta njëtit për të mjell ato. Vetëm porosi të fitani, e na than, duam lek para kohe, vetëm i dham atij 90 lek, ti tham edhe ti vetëm për ta takuar se ta mos hajde dhe ta marrësh fitani, 90 tani lek për të mjell. Kam mbi 1 hektar serë atje, asnjë kokër të shitë domate, edhe sa atori janë atje në balë, asnjë frut, s'ka marrë për të mbrëm për shtëpi atje. Erdhi vllai, mbaroi shkollën e lartë, erdhi punoi aty me sakrificë, iku në Gjermani, na Gjermania i tha hajde ktheu se ashtu ndodhen smurt babi ashtu në shtëpi, edhe i thash nuk e përballoj dot vet ta maj un babin. Erdhi pastaj e shellë vllai aty, i investoi vllai aty. Me 100 milion lek investim ka bërë. Ai lek s'mi jep me amu. Më tha ditë do paguash lekë, i paguam atje kur e takuam atje, dua pak ka parë thaj. Ti vetëm këtë burim jetë ke? Këtë kam, s'ka mu vetë. Edhe më mirë tiki të çoban, gjena i punë çoban ande, të tiki larg familjes, kalamajt atje duan tanë, kalamajt duan lekë për shkollë, po thoshin qa do na japësh tani, babi që më do matja, ku do na japësh lekë për shkollë, se ata tjerë, na jep 100 lekë pak të thoshe. Qa të i thosh kryeministri, po ta kesh tu përballë, t'ja çoj mesazhin drejt për drejt. Na ndihmoje, jemi në pikën më mirë që shtonde me lumit, na kishim marrë edhe ne mytë që të ishim mytë të tërëve.